Përshëndetje të dashur miq, përfaqësues të medias, qytetarë shqiptar dhe të gjithë ata të cilët besojnë në dinjitetin dhe të drejtat e njerëzit. Sot do të flasim në emër të shoqatës Nexhat Albania, një organizatë që është krijuar me një mision të qartë dhe human për të ndihmuar qytetarët iranian që janë larguar nga organizata terroriste Mujahedin Khalq, që sot përpiqen të ndërtojnë një jetë të re, të lirë dhe të integruar në shoqërinë shqiptare. Ky është një mision që nuk lidhet me politikën e ditës. Ky është një mision që lidhet në fakt me njeriu, dinjitetin e tij dhe me të drejtën për të jetuar i lirë dhe për të zgjedhur një rrugë të lirë në jetë. Historia dhe misioni i shoqatës Nexhat. Shoqata Nexhat është krijuar nga familje dhe aktivistë që për vite të tëra kanë kërkuar një gjë tepër të thjeshtë: të kenë kontakt me njerëzit e tyre të dashur. Shumë familje iraniane kanë kaluar dekada të tëra pa mundur të flasin me fëmijët, vëllezërit apo motrat e tyre që janë përfshirë në strukturat e errta të organizatës Mujahedin Khalq. Shoqata Nexhat Albania është pjesë e një përpjekje të gjerë humanitare. Ne nuk jemi një organizatë që kërkon konflikt. Ne jemi një organizatë që kërkon dialog, transparencë, respekt për ligjen dhe për drejtat humanitare. Në Shqipëri puna jonë është e përqendruar në disa drejtime kryesore. Lidhur me këtë, ne flasim për mbështetjen e iranianëve që janë të larguara nga strukturat e izolimit të organizatës Mujahedine, të cilët kanë nevojë për ndihmë sociale dhe për integrim në shoqërinë dhe popullin shqiptar, ndërgjegjësim publik për situatën e tyre dhe promovimin e të drejtave të njerëzit. Situata e iranianëve të larguar nga organizata e Mekut. Për gjithë ju të cilët nuk keni informacione lidhje me këtë sekt që ndodhet në zemër të Shqipërisë, përkatësisht në manës të qytetit të Durrësit, në territorin shqiptar jetojnë një numër i madh iranianësh të cilët janë të larguar nga organizata terroriste Mujahedine. Shumë prej tyre kanë kaluar vite apo dhe dekada në një sistem të mbyllur apo dhe të kontrolluar, të cilët nuk kanë mundur dot të kenë kontakt me familjen e tyre, me botën e jashtme dhe me situatën e tyre të kufizuar psikologjike, mentale dhe çdo gjë tjetër. Kur ata largohen nga ky sistem, përballen me një realitet shumë të vështirë dhe të panjohur, një trajektore për të cilën ata kanë shumë nevojë të mësojnë më shumë për një jetë të re. Nuk kanë dokumenta të plota, nuk kanë mundësi të punojnë ligjërisht dhe nuk kanë mbështetje ekonomike dhe shpesh janë të shkëputur nga familjet e tyre për një periudhë shumë të gjatë. Në këto kushte, integrimi në shoqëri bëhet akoma dhe një sfidë më e madhe. Prandaj shoqata Nexhat Albania është përpjekur të krijojë kështu një rrjet mbështetje humanitare e cila mbështet këta njerëz. Sa i takon shtetit shqiptar, për të cilën kemi një mirënjohje dhe konsiderat shumë të madhe si një klauzulë kryesore për të integruar këtë komunitet në Shqipëri, Shqipëria në fakt shpesh ka qenë një vend me histori të jashtëzakonshme mikpritje dhe solidariteti. Edhe lidhur me këtë, në momentet vështira të historisë shqiptarët kanë hapur dyert për njerëz të cilët kanë patur nevojë. Në këtë frym, shoqata Nexhat Albania i bën thirrje të respektueshme institucioneve shqiptare të shqyrtojnë mundësitë për procedura më të qarta për leje qëndrimi për iranianët që janë të larguar nga ky sekt i mbyllur, mundësi për integrim social dhe ekonomik, akses për shërbime bazë dhe në tregun e punës, dhe kjo nuk është thjesht një çështje administrative, është një çështje humanitare dhe për të drejtat e njerëzit. Ne besojmë se institucionet shqiptare do ta trajtojnë këtë temë me seriozitet dhe ndjeshmëri tepër të madhe. Sa i takon aktiviteteve të ardhshme të shoqatës Nexhat Albania në muajt dhe vitet e ardhshme, shoqata Nexhat ka planifikuar një sër aktivitetesh të rëndësishme, të cilat synojnë rritjen e ndërgjegjësimit publik, mbështetjen për iranianët që kërkojnë një jetë të re në Republikën e Shqipërisë dhe promovimin e dialogut dhe transparencës. Këto aktivitete do të përfshijnë konferenca publike dhe diskutime të hapura. Do të organizohen takime me studiues, gazetarë dhe aktivistë të drejtave të njerëzit për diskutuar mbi situatën e këtyre iranianëve në Shqipëri dhe projekte mediatike. Shoqata Nexhat do të vazhdojë bashkëpunimin me gazetarë dhe media për të sjellë histori njerëzore që shpesh mbeten shumë të padëgjuara. Platforma Dialogu. Një ndër objektivat tona është të krijojmë ura komunikimi midis familjeve dhe njerëzve që kanë mbetur të izoluar për vite të tëra. Ndërkaq dhe premiera e filmit Aldo në Iran, një ndër projektet më të rëndësishme kulturore që do të prezantohet së shpejti me një premier filmi dokumentar, shumë i rëndësishëm jo vetëm për mua, por për gjithë stafin e shoqatës Nexhat për mbi gjitha për ato, për nënat të cilat ndodhen në Iran. Ky film do të tregojë histori reale njerëzore, do të tregojë për jetën e njerëzve të cilët kanë kaluar vite në izolim.
momentin kur ata vendosin të largohen, përpjekjet për të rindërtuar jetën e tyre. Filmi synon të krijojë empati dhe mirëkuptim, absolutisht jo konflikt. Sepse në fund të fundit, çdo histori është histori e një njeriu. Botimi i librit, Sekreti i fundit, një tjetër projekt i rëndësishëm për mua dhe për shoqatën e gjatë, që vjen me titullin Sekreti i fundit. Ky libër do të trajtojë histori dhe përvoja për të cilat do të mbeten gjatë në memorien tuaj. Ky synon të hedhë dritë mbi një realitet kompleks ndërkombëtar që shpesh shihet si e panjohur në syrin dhe optikën njerëzore. Libri nuk është vetëm një analizë, por është një rrëfim njerëzor për njerëzit që kërkojnë të rifillojnë jetën e tyre, dhe një mesazh për çdo familje. Një ndër mesazhet më të rëndësishme për shoqatën e gjatë është për familjet iraniane që për vitet e tëra kanë pritur lajme nga njerëzit e tyre. Ne duam t'u themi atyre se ju nuk jeni vetëm dhe ka njerëz që organizata punon për të krijuar mundësi komunikimi për të ndihmuar lidhjet familjare për të cilat nuk duhet humbiten më. Nga krahu tjetër, familja është një drejtë themelore e njeriut. Mesazhi për shoqërinë shqiptare është i qartë. Shoqata e gjatë Albania dëshiron gjithashtu të falenderojë të gjithë qytetarët shqiptar për mikpritjen, solidaritetin për cilën kanë treguar për popullin iranian të cilën ndodhen në Shqipëri. Shqipëria është një vend ku historikisht njerëzit kanë ndihmuar njëri tjetrin në kohë të vështira dhe ne besojmë se kjo frymë do të vazhdojë edhe në të ardhmen. Ndërsa në përfundim, më duhet të shtoj se shoqata e gjatë do të vazhdojë punën e saj me përkushtim dhe transparencë dhe sigurisht unë besoj se dialogu është më i fortë se izolimi dhe se transparenca është më e fortë se heshtja. Në këto kushte më duhet them se solidariteti do të jetë më i fortë se çdo frikë tjetër e kushteve të izolimit dhe për çdo rang tjetër për cilat organizata mujahedine i ka kushtuar jetën këtyre iranianëve. Por së bashku me institucionet shqiptare, ndërveprimi ligjor, Policinë e Shtetit, Ministrinë e Brendshme dhe çdo strukturë tjetër ligjore, sipas rregullores së legjislacionit të Republikës së Shqipërisë me shoqërinë civile në krah dhe me mediat, do të vazhdojmë të punojmë për një qëllim të vetëm, që çdo njeri të ketë të drejtën për një jetë të lirë dhe dinjitoze. Aldo Sirolari, presidenti i shoqatës së gjatë Albania. Faleminderit.